kemi një rast shumë të veçantë në Vibe, sepse në studio jemi dy Klea. Klea, përshëndetje. Mirësi, gjitha Klea. Je shumë e bukur, Klea, e din ti këtë apo jo? Ta thonë shpesh se sa e bukur je? Po. Po ku ti ke ngjarë ti me këto flokë kaq të bukura? Mamit. Ai, ti je shumë e bukur dhe i ke flokët shumë të bukura, Klea. Faleminderit. Tani jemi gati të bisedojmë bashkë ne të dyja si dy shoqe. Po. Ke shoqe ti apo jo? Po. Tani unë do jem shoqja jote tjetër, një shoqe tjetër. Me emër të Okej. njëjtë. Do bëjmë shoqe bashkë. Po. Sa vjeç je ti, Klea? 8. I mbush. I mbush 8 vjeç. Në shtator. Në shtator ti bën 8 vjeç. E diti që unë të kam parë në Instagram duke bërë reklama? Po, më tha mami. Të tha mami. Më pëlqeve shumë dhe doja me domosdoshmëri të kisha këtu në studio dhe të bisedonim bashk, sepse ty do të quaj sot një influencer. Të pëlqen të quaj influencer? Po. Si lindi ideja për të bërë video dhe për t'i postuar në Instagram? Mami më ka hap Instagramin që një vjetë. Tani që je rritur, ti bën reklama, do me thonë, të ndihmon mami në video, në idet, dhe ti Po. flet bën reklama. Po e në herë japi dhe vetë. Ndonjëherë jep edhe ti ide. Po. Sa bukur. Po çfarë thon ata shoqjet e klasës kur të shikojnë ty në Instagram? Nuk më shikojnë ndonjëherë. Pse? Janë xheloze? Nuk e di. Mbase janë xheloze se përveç faktit që ti je e bukur, je edhe shumë e zonja dhe je e famshme. Po. Të pëlqen që je e famshme? Po. Çfarë të pëlqen më shumë kur bën një video? Kër ndonjëherë ngatrohem. Ajo është pjesa jote e preferuar. Tjetër, çfarë pëlqen kur bën një video? Kër nuk ngatrohem ndonjëherë. Po pjesa më argëtuese, cila është? Gëzohem. Kur gëzohesh, cila është ajo reklam që pëlqen të bësh më shumë? Që të kërcej ose të këndoj. Ato të pëlqen më shumë, ë? Po. A e mban mend kur do tha mami se do filloni të bënit video? Jo. Nuk e mban mend. Më të isha një vjetë. Po mirë, po kur rrite, sa kohë ke që merresh me video dhe me reklama? 8 vite. 8 vite që një vjeç ti bëje reklama? 7 vite, ha? 7 vite? Po. Një vjeç bëje reklama? Po flisje ti një vjeç? Jo. Më të dhe mami thjesht foto. Thjesht foto? Ti do të bëhesh modele kur të rritesh? Po. Si kush? Si ty. O jeta ime, vdiqa! Si unë do të bëhesh? Po. Po mirë, ti do vish të qëndrosh me mua se do bëhesh si unë. Nuk do kesh më shoqe të tjera përveç meje. Të pëlqej ky fakt? Po. Po mirë, do më marrësh si mua ndonjë ditë të bëjmë një reklam bashk. Po. Okej, do ta bëjmë thirrje në emision që çdo biznes kush ka nevojë për reklam dhe kush do të ketë një reklam nga dy Klea, e bëjmë thirrje sepse do të vim të dyja dhe do bëjmë një super reklam dhe një super vibe të bukur. Klea Kica dhe Klea Muça. Ky është një njoftim shumë interesant, Klea. E di. O vdiqa fare. Cile e mban mend videon e parë që ti bëre? Videoja stekut. Të pëlqeu? Po. Çfarë të pëlqeu më shumë te ajo pjesë? Kër steku ishte i paketuar shumë bukur. A e ke imagjinuar ti, Klea, se një ditë do të jesh kaq e famshme dhe do të duan kaq njerëz? Jo. Ty të pëlqen dhe të këndosh? Po. Na këndo një herë, çfarë do na këndosh? Këngën e Lifarës. Po një herë. Rrugës e trishtuar, dikush pa ecën një dashuruar, e fare vetëm dashurinë e humbi. Sa bukur, këndon shumë bukur. Po pse pikërisht të pëlqen Elifara aty? Po. Të pëlqen Elifara, po tjetër kush të pëlqen? Ai që ka bërë këngë Dibran, është Qarova. Si ka emrin ai? Pse të pëlqen ai që ka bërë këngën Dibran?
Dibra e vogël, Dibra e madhe. Noisy. Ja, Po kush? nuk e ka bërë Noisy. Kush e ka bërë? Nuk e di, Arova. Altin Daloj. Sulku. Po, Të pëlqen ai? po, Ti e Dibrane? po. Nga Regjin, nga babi. Ke qenë ndonjëherë në Dibër? Nuk e maj mend. Po mirë tani, ti ke babin nga Dibra dhe mamin nga Lushnja. Po, Kush pëlqen më shumë? Dibra apo Lushnja? Dibra. Oh, wow, sa bukur, bravo. Po edhe Lushnja është shumë bukur. E di, Këto më shumë mamin apo babin? babin. Babin? Po si babin, moj? Si thua babi, ti gjatë gjithë kohës me mamin, mami të ndihmon të bësh video. Babi luan gjithmonë me mua. Edhe babi ti plotson më shumë tekat babi apo mami? Të dy. E, po pse duhet zgjedhësh babin ti mamin, thuaj? Të dy. Ti ke dhe flokët kaçurela si mami, shi sa e bukur je i kishe ngjar Po mami. se ti kam të babi. Ai ke syt si babi. Po kaçurela ti ke më të bukura se syt. Nuk e di. A e kam as i kam. I ke, po ta them unë, ti nuk më beson mua. Të besoj. A, pra. Se me madhe. Shpirti im ti e drit dielli, moj. Kush zgjedh se çfarë do bëni në një reklam, ti apo mami? Madhe dhjerë. Në momentin që u vjen një reklam, kush e zgjedh idenë apo se çfarë do bëni, ti apo mami, apo në bashkëpunim? Ne bëjmë bashkëpunim teamwork bashkë edhe e zgjedhim pastaj këtë do bëjmë idenë time apo idenë e mamit. Si ndodh më shpesh? Në shpesh e bë mami se sa mua. Po mirë se mami është më e rritur, din më shumë, ka më shumë kreativitet. Apo s'është e vërtet? Është e vërtet. O sa e mire. Ej, moj ti goc. Po unë të pyeta për reklama, të pyeta për Instagrami, po nuk të pyeta mëson shkolli? Mësoj. Cila është lënda jote e preferuar? Gjua. Gjuha. Gjuha se është me thjesht. Po. Apo s'ka lidhja. E se është me thjesht. Është me thjesht. Tani unë dua të di se si e përgatit një reklam dhe sa herë përsërit atë reklam që të dalësh e kënaqur në fund të dalë gjithçka e bukur. Mbi 5. Mbi 5 herë. Po. Po mirë, krahasuar në fillimet e tua kur nise të bëj reklama, mendoj se tani je më mirë, se je mësuar. Po. Çfarë reklame të ka pëlqyer më shumë? Këto reklamat e fundit bëhet fjalë që ke bërë së shpejti. Ku kanë kërcyer këngën e Shakirës. Ti edhe kërcen? Din të kërcesh? Po. Po kështu popullore, valle. Nuk di. Po ti je nga Dibra dhe s'din të kërcesh valle? Po janë dhe disa dibranë që s'di të kërcejnë valle. Po ndonjë produkt ke reklamuar produkt? Po, shumë. Çfarë? I ke provuar apo thjesht i ke bërë për reklam? I kam edhe ato gjëra që marr për reklam edhe i provoj edhe mami i provon. Po unë dua të bëj një pyetje tjetër tani. Sa lek fiton ti nga reklamat? Ndër fitoj, ndër s'fitoj. Po pse? Pse kështu ti? Se kur marr gjëra para si bër reklam. Po qofse si bër reklam, m'japin lek. Qofse i bër reklam e s'm'japin gjë, me lek. Okej, po mirë, ti the kur marr produkte nuk i bëj me lek. Kur s'marr produkte më japin lek. Sa lek merr? Me sekret. Po Nuk pse? tregohen lekët. S'tregohen lekët? Ja. Ua, kush ta ka mësuar për këtë? Mami. Bravo. Po tjetër çfarë nuk tregon ti? Mban sekretet ti? Po. Të gjitha sekretet i mban? Jo të gjitha, po. Po motor vlla ke ti? Jo, Qa do doje ti, motor apo vlla? vlla. Po pse jo motor? Shumë. Je xheloze? Po, pastaj do mi marrë të gjitha lodrat. Lodrat edhe pastaj mirë lodrat, po kam hallë se do vazhdoj të bëj edhe ajo reklama. Po. Po sa e famshme do të bëhesh ti?
Që të kem 1 milion followersa. 1.000 followersa. Kur të rritesh do vazhdosh të bësh video? Po, Edhe kur të rritesh? po, Po të kishe një emision do doje? po. Të isha emision që të ftoja njerëz, siç më ftove ti mua. Do të kishe një emision si që ftoj unë njerëz, të ftoj edhe ti. Pa. Këtë doje të ftoje në emision? Mamin, Tjetër? babin, Tjetër? kushërirën. Po jo, familjen Sa? ti, këtë do ftosh në emision që të shohin të gjithë, një të famshëm, një që e ke qef ti. Është Elifaren. Tjetër? Ka diun. Nuk e din. Momentalisht nuk po të vinë në mendje. Si i di, po nuk po më vjen në mendje. Po në një reklam me këtë doje të bëja? Me ty? Me mua? Pa. Do ta bëjmë pra, se e quam thirrjen. Çfarë është një gjë momentalisht që don ta realizosh? Që të më bëj mami i vlla. O mami, duhet t'ja plotësosh gocës dëshirën. Po ti s'mendon se vllai pastaj do jetë xheloz, do të ndaloj ty për të bërë reklama, do thotë nuk do bësh më reklama, nuk do dalësh më në Instagram. Ja trego mami. Ah, ja Di trego. mami. E din mami, pra se mami t'ka bërë ty. Po, Shumë edhe mirë, vllajen, mami dhe e ka bërë. Po, do ta bëj. Tani un kam disa pyetje që ti do zgjedhësh. Instagram apo TikTok? Instagram, Video apo foto? video, Të bësh video apo të shohësh video? të bëj video, Çokolata pa akullore? akollore, Ëmbëlsira apo patetina? ëmbëlsira, Vera apo dimër? ver, Det apo mal? det, Qen apo mace? qen, Të kërcesh apo të këndosh? të dyja, Shkolla apo pushime? pushime, Reklam apo video për qef? video, reklam, 1 milion shikime apo 1 milion akullore? 1 milion akollore, hami se bëj shaka një në shikime, Të jesh e famshme apo të kesh pushime gjithë vitin? të ke pushime gjithë vitin, edhe të jam e famshme, të dyja, Të dyja, se Po. fama bëhet duke bërë pushime. Se kur Po. ti jesh pushime, bë video, foto dhe bësh e famshme. janë njësoja, Pa. Të bësh një video me një personazh të famshëm apo të shkosh në Turqi? Turqi, Ku do të shkosh ti? Turqi, Turqi. pa, Dhe pyetja e fundit, Kleakica apo Kleamuça? të dyja, Jeta ime, po tjetër tani unë do doja një mesazh nga ana jote për të gjithë gocat që duan të jenë si ti, të bëjnë reklama, të jenë të famshme, por nuk kanë mbështetjen e mamit ashtu siç e ke dhe ti. Çfarë do t'u thoja? ato që më ndjekin mua, Mhm. dhe ati them faleminderit shumë që më ndjekni dhe më bëni follow, Po mami çfarë do i thoja? që më bën videot. Mami. Faleminderit mami. Po babit. E babit e dua shumë, si mami. Jesh shumë e bukur, jesh shumë e mirë. Faleminderit. Unë të uroj shumë sukses edhe shpresoj të vish sërish këtu ke unë kur bësh edhe shumë e famshme. Mos më refuzosh, se do të ftoj prapën ty. Të ftosh. Patjetër, pastaj kemi edhe një reklam për të bënë të dyja bashk. Okej. Po. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.